Mjekja çudi të botën. Soda e bukës bën mrekulli për flokët. Sekreti si ta përdorni. Soda e bukës është ndër asortimentet që mund të bëjë çuditëra për flokën tuaj. Të gjithë e kemi në shtëpi dhe e përdorim atë edhe në gatime. Për të përfituar vlerat që ajo ka në shëndetin e flokëve, atëherë duhet të dini këto sekrete. Nëse po vuani nga zbokthi në flok ose nga alergjit, që mund të shkaktojë ujë me klor, zgjedhja është shumë e thjeshtë. Përdorni në ndihmën tuaj edhe sodën e bukës, e cila vërtet është ekonomike, por mund t'japë edhe rezultate mbreslëndse për shëndetin e flokut dhe jo vetëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim përfitimet kryesore që soda e bukës do t'i japë në flok dhe në bukuri. Soda e bukës mund të heqë gjithashtu nivelet e klorit të mbetur në flokun tuaj. Soda e bukës do të ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemeve dhe mbetjeve të çdo produkti që keni përdorur kohët e fundit për flokun tuaj. Mbetjet e shampos, balsamit ose xhelit dhe llakut mund të krijojnë gjithashtu yndyra në flokun tuaj. Dhe përdorimi i sodës së bukës në këto raste mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese kundër krijimeve të padëshiruara të mbetjeve të tyre. Andaj, soda e bukës është perfekte për të pasur flok të shëndetshëm dhe plot volum dhe mbi të gjitha për t'i dhënë atyre rezultatin e shumë pritur kundër problemeve që shkaktojnë edhe mbetjet e shampove ose edhe balsamit. Soda e bukës mund të heqë nivelet e larta të klorit në flok. Nëse notoni në pishina me ujë rubineti, e cila ka edhe përbërje të mëdha të klorit në të, atëherë mund të përdorni edhe këtë produkt të thjeshtë. Mjafton të ndërroni edhe aplikimin e sodës së bukës për të hequr nivelet e klorit në flokun tuaj. Aplikoni një shampo me sodë buke dhe lajini flokun si zakonisht. Këto do t'japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj dhe ndihma që do t'i jepni flokut do të bëjë diferencën për të larguar mbetjet e klorit të ujit në flokun tuaj. Soda e bukës do të favorizojë gjithashtu edhe rritjen më natyrale të flokut tuaj. Nëse flokët tuaj janë të dëmtuara nga lyerjet e shpeshta ose edhe nga substancat kimike, mund të përdorni për të larguar këto mbetje edhe sodën e bukës. Soda është gjithashtu një ndihmë shumë e mirë efikase që mund t'i jepni flokut tuaj. Ta përdorni atë për të eliminuar edhe pislëkun mund të ndihmojë në rritjen e flokut tuaj. Andaj shampoja me sodë buke e aplikuar në flokun tuaj sa herë që bëni dush mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër këtyre komplikacioneve të flokut tuaj. Por si ta përdorni sodën e bukës për flokun tuaj? Përzieni sodën e bukës me ujë duke hedhur nga 1 deri në 3 lugë gjedhë sodë, në bazë të flokut që mund të keni. Sa më shumë flok të keni, aq më shumë produkte mund të përdorni. Për flok të gjatë deri te shpatullat përdorni 1 lugë gjedhë sodë buke dhe 6 lugë gjedhë ujë. Mund ta përdorni sodën mbi flokët e lagur ose të thatë. E aplikoni përzierjen më parë te rrënja deri tek majat. E lini përzierjen mbi kokë për disa minuta dhe më pas e shplani atë gjithashtu me ujë të bollshëm. Shplani flokët me një përzierje të uthullës së mollës me ujë. Raporti në këtë rast duhet të jetë 1 lugë gjedhë me 4 dhe kështu nëse dëshironi, mund të shtoni edhe vajin tuaj esencial për të patur edhe një flok më të shëndetshëm. Për të aplikuar miksimin e uthullës së mollës, keni kujdes që të mos i aplikoni ato në pjesën e syve ndaj, që të mos shkaktojnë acarime, duhet të aplikoni me kujdes në mënyrë që të keni flok më të shëndetshëm dhe mbi të gjitha të mos keni acarime të shëndetit tuaj, siç është edhe pjesa e syve. Soda e bukës është një substancë e fuqishme që ka përdorime të gjëra edhe në aspektet të dietës sonë të përgjithshme. Ajo përdoret në gatime, në bukuri, në pastrim, në heqjen e njollave, në zbardhjen e rrobave, gjithashtu edhe për produkte të ndryshme bukurie. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim disa nga përdorimet fantastike që soda e bukës mund t'i ofrojë në dietën tuaj të përgjithshme. Soda e bukës mund të eliminojë edhe djersitjet e tepërta të trupit.
Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu si deodorant freskues natyral kundër erës së keqe të djersës. Udhëzohet të përzieni 4 lugë gjedhe me sodë bukë me 4 pika nga vaji esencial i preferuar. Më pas lyeni zonën ku djersiteni më shumë për të hequr bakteriet dhe shplani atë me ujë të rrjedhshëm. Kjo do të jetë një mënyrë efektive për të larguar papastërtitë nga lëkura juaj dhe për të evituar kështu erën e keqe të trupit. Soda e bukës mund të përdoret në mënyrë lehtësuese kundër aromave të rënda. Hidhni një filxhan kafeje me sodë buke në vaskë dhe qëndroni në ujë për të paktën gjysmore. Në këtë mënyrë do të pastroheni nga bakteriet acide të ndryshme që shkaktojnë edhe acarime dhe aroma të këqija të lëkurës. Për një lëkurë më të butë, mund ta përdorni një herë ose 2 herë në javë këtë aplikim me sodë buke. Kështu rezultatet që do të merrni do të jenë mbreslënse dhe mbi të gjitha do të keni një aromë më të qëndrueshme të trupit tuaj. Nëse doni një lëkurë më të butë, gjithashtu mund të përdorni edhe sodën e bukës. Hidhni pak sodë buke në shampon e trupit dhe masazhoni të gjithë trupit në këtë përbërje. Kështu rezultatet që do të keni prej saj do të jenë të menjëhershme, do të largoni aromat e këqija dhe do të keni gjithashtu një lëkurë më të shëndetshme. Nëse doni të keni thonjë më të shëndetshëm, mund të përdorni gjithashtu aplikimin e sodës së bukës. Udhëzohet të përzieni 3 lugë gjedhe sodë buke me 1 lugë gjedhe ujë. Ta vendosni pastën mbi thonjë dhe ta mbani ashtu për disa minuta. Më pas, shfshijini ato me ujë të bollshëm. Kështu rezultatet që do të keni prej tyre do të jenë të menjëhershme dhe mund të keni gjithashtu një mbrojtje më të mirë të thonjve. Nëse doni një aromë më të freskët të gojës juaj, në ndihmë gjithashtu mund t'ju vijë aplikimi i sodës së bukës. Hidhni një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë. I trazoni mirë derisa të merrni një përzierje të njëtrajtshme dhe soda të jetë tretur plotësisht. Pasi soda të shkrijë, bëni gargarë me këtë përbërje. Më pas, era e keqe e gojës do të largohet totalisht dhe do të keni gjithashtu një aromë më freskuese të saj. Nëse doni flokën më të shëndetshëm, në ndihmë mund t'ju vijë përdorimi i sodës së bukës. Substancat tradicionale janë të pasura gjithashtu me kimikate të ndryshme që mund të prishin balancën e skalpit dhe të dobësojnë kështu flokun tuaj. Një herë në muaj përdorni sodën e bukës për të ruajtur shëndetin e flokut dhe për të patur gjithashtu rezultate mjaft të mira kundër këtyre komplikacioneve. Aplikimet të tilla të maskave me sodë buke në flokun tuaj mund të jenë mbreslënse dhe gjithashtu t'i japin fund komplikacioneve të tyre. Është e rëndësishme që sodën e bukës të dini si ta përdorni edhe për shëndetin tuaj dentar. Nëse soda e bukës përzihet edhe me pastën tuaj, mund të krijojë një mbrojtje më të mirë të dhëmbëve, por nuk duhet të përdoret nga persona të cilët kanë gjithashtu edhe dhëmb të ndjeshëm. Nëse doni më shumë produkte kozmetike natyrale, atëherë përdorimi i sodës së bukës në këto raste mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër komplikacioneve. Andaj, ekspertët këshillojnë përdorimin e saj si një zgjidhje shumë të mirë për skrap të ëmbël për fytyrën, gjithashtu edhe për trupin tuaj. Për të qetësuar dhe për të pastruar më mirë fytyrën dhe trupin tuaj me skrap, përgatisni një përzierje me sodë buke ujë duke aplikuar dhe duke masazhuar me përzierje të buta dhe delikate lëkurën tuaj. Kështu, do t'i thoni lam të mirë edhe problemeve të qelizave të vdekura dhe papastërtive të lëkurës, duke i dhënë asaj një shkëlqim të munguar dhe duke mbrojtur atë nga komplikacione të ndryshme. Është e rëndësishme që përdorimet të tilla të sodës së bukës të aplikohen her pas here dhe ndikimi i tyre në organizmin tuaj do ju bëjë edhe vërtet ndryshimin befasues. Soda e bukës është një pastrues natyral që mund të gjejë përdorime të gjithëpërfshira. Kështu, mënyra se si e përdorni ka një rëndësi të madhe në mënyrë që të merrni edhe vlerat e saj shëndetësore. Është e rëndësishme që nëse doni ta përdorni për trajtime shëndetësore, përpara se ta përdorni, ta aplikoni ose ta përfshini në rutinën tuaj, duhet të konsultoheni me ekspertin në mënyrë që të kujdeseni të mos shkaktojë gjithashtu ndërveprime me shëndetin. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.